Hello, 1, 2, 3, 4, si dëgjohem. Ore, duke folur lart e poshtë për gjëra të ndryshme, ne kemi harruar që po fillon Big Brother i parë VIP që bëhet në Shqiptari. Po nis Kosova, më pas do të jetë Shqipëria. Nuk kemi bërë ende një parashikim të emrave që mund të jenë pjesë e Big Brother VIP Kosova. Por unë kam dëgjuar lart e poshtë nga miqt që kam në Prishtinë, dhe vetëm Prishtinë, por qytetet, në gjithë qytetet dhe zonat e Kosovës, dhe disa emra më kanë ardhur në vesh, si për shembull Zafina Ismaili. Do të ishte big deal për të qenë në Big Brother VIP Kosova. Arbenita Ismaili, big deal. Për këtë do flas sot, por më parë sigla e thjesht për një emision modest. Unë përmenda dy emra që lën nga goja, por ka dhe disa të tjerë që do thoni ju nuk i nje as nëna e vetë. Nese, let nisim me njëherë për t'ju sjellë tek ju atë që zogu Pushverd na e tha, dhe lajmi ka ardhur nga një zog që jeton në zonat e Kosovës. Mirë, shpresoj që t'jenë lajme të besueshme, megjithatë, unë do të ndaj me njëherë tek ju emrin e parë që është Diona Fona. Ju thët gjë? Unë e googlova. Bëhet fjalë për një vajzë shqiptare të lindur në Angli. Ajo ka mbledhur nga fama e saj dhe nga puna e saj, ku lexova që është këngëtare, të them të drejtën, nuk është se ja njoh diskografin dhe i kërkoj ndjes për këtë, por jam dhe unë i limituar, kam mbetur akoma të disa emra, jo Tajna, jo Ledri Vula, bla bla bla. Është këngëtare, 24 vjeçe, lindur në Angli, dhe ka mbledhur nga fama e saj plot 181.000 ndjekës. Ky është emri i parë që po përflitet në kafenet ku mblidhen gazetarët e showbizit dhe jo vetëm aty në Prishtinë. Por kemi edhe një emër tjetër. Zafina Ismaili. Zafina Ismaili gjithmonë është thënë motra Adelina Ismailit, por Zafina Ismaili ka bërë karrierën e saj, emrin e saj. Mjafton vetëm emri Zafina Ismaili dhe mbrapa më vjen historia. Këngët e saj ka performuar në Kosovë, ka performuar në Shqipëri, ka performuar kudo. Ka qenë gjithmonë motra e vogël e Adelinës. Ka qenë pak a shumë si një Era Istrefi e Nora Istrefit. Një vajzë shumë simpatike, ka shumë histori për të rrëfyer, do të ishte një kënaqësi e madhe për ta patur në Big Brother VIP Kosova, sepse jo vetëm kaq, por Zafina Ismaili do bënte që në një moment surprizë t'i bënte motra e saj. Imagjinoni pak Adelina që i bën surprizë Zafina Ismailit, janë dy emra që kanë bërë histori, aty fillon mbaron spektakli, kështu që atë natë ka të shitur bigu i Kosovës, suksesi garantuar. Do të kalojmë më pas tek një emër, bëhet fjalë kësaj radhe për një djalë, është Ndrit Lumi, një gazetar, në Google i del emri që komenton banorët e Kosovës, Big Brother VIP, si të Kosovës, si të Shqipërisë, dhe është ftuar disa herë në Top Albania Radio. Ai ka mbledhur nga puna e tij, nga fama e tij 48.000 ndjekës. Kur i them ndjekës, i referohem Instagramit, pa dalë në platforma të tjera. Vjen një emër tjetër tani. Në Big Brother VIP Kosova, thashë themet nga Prishtina tregojnë që do të jetë Benita Zena. Benita Zena. Ajo model që është konceptare e një shkolle dansi, City Stars në Prishtinë. Më pas ajo është prezantuar si këngëtare. Ka 80.000 ndjekës. Unë e njoh se e kam përmendur në një nga postimet e mia, sepse ajo është bërë virale për një gjë, për këngën O dentisti im, o sa m'ke kushtu e ti. Jo, nuk është kjo. Ajo deklaroi që dhëmbët, që i kishte të bardha e të mëdha, më kanë kushtuar 14.000 euro. Vajza thot që ka thënë të vërtetën, më shkoi dhe mua inbox, 14 ajo 14, 140. Unë e di që tregu nuk ka as dysheme dhe as tavan. Kështu që mund të besoj çdo lloj gjëje, edhe 1.4 milion euro. Pse jo? Prej diamanti. Por fakti është që Benita Zena është bërë e famshme për dhëmbët e saj. 14.000 dhëmb. Filluan pastaj të pjestojnë 500 euro dhëmbi, si e bie. 14.000 euro janë 14 dhëmb. Pjestim për 2, 28 dhëmb. Goja e njeriut sa dhëmb ka, prap nga dilni mangut. Megjithatë, ky është një rast shumë i mirë që Benita llogarinë dhëmbëve të gojës së saj dhe çmimin e tyre na e bëi gjatë kohës që është në Big Brother VIP
Kosova është Shkurta Haxhiu, një tjetër emër i përfolur si pjesëmarrëse në Big Brother VIP Kosova. Është grafiste, humaniste dhe merret me raste të personave me nevoja të veçanta. Respekt për këtë, kam përshtypjen se një rast i tillë i duhet çdo Big Brotheri apo çdo emisioni televiziv për të dhënë edhe mesazhe njerëzore sociale përveç zhurmës së showbizit dhe klikimeve të lehta. Ka 3400 ndjekës Shkurta Haxhiu. Për të shkuar më pas tek një big deal në qoftë se do ishte e vërtet që do shkonte në Big Brother VIP Kosova. Është Arbenita Ismaili. Ka 675.000 ndjekës. Kështu që për 3 muajt e Bigu Kosovës, ajo kap 1 milionin. Duket që ende nuk kanë gjetur gjuhën e përbashkët që ajo të thot po, përfundimisht. Është ish gruaja e Feros, modele, një vajzë shumë e bukur, e përfolur për marrëdhënien shumë të nxehtë që ka patur me Feron, në një periudhë delikate të moshës së tyre, janë lidhur të ri me njëri tjetrin, janë prindër të një fëmije, jo çdo gjë ka shkuar vaj në jetën e tyre, shpeshherë historitë e tyre janë përplasur në polici, në gjykat, në media të rozë, megjithatë, ndoshta është një rast që i duhet Bigu të Kosovës me patjetër me çdo çmim, sepse do të ishte një histori brenda historive, edhe përballja, historia, qëndrimi i Feros do bëjë një zhurmë e jashtëzakonshme, aq më shumë ne do e njihnim këtë vajzë e cila fatkeqësisht është njohur vetëm nga problemet me të dashurin, me burrin, me vajzën e gjëra të tilla si këto. Sasa Hoda është një tjetër emër që vjen nga tavolinat gazetareske të Prishtinës. Edhe është gazetare. Ka mbledhur 28.000 ndjekës nga fama e saj. Ka rrëfyer se ka patur një sëmundje të rrallë. Jo vetëm kaq. Deri këtu, po ta vesh re, në Big Brother thonë gjithë kemi patur një sëmundje. Por jo vetëm sëmundja e rënd mund ta bëj Sasa Hodën një personazh të Big Brother VIP Kosovës që do ketë gjëra për të thënë, surpriza, edhe pse jo, në një prime edhe të qaj me historinë e saj. Ka dhe më shumë. Ajo tregon, dhe këtu e kompleton edhe më shumë figurën e saj, si një konkurente e denjë për të rrequr vëmendje, se Big Brother i ndiqet nga familja, ajo ka treguar se është braktisur nga nëna e saj. Dhe Sasa Hodën e ka rritur, sipas deklaratave të saj në media, familja e babait. Imagjinoni pak, një gazetare, që normalisht flet mirë, tregon mirë, ka 28.000 ndjekës, po do dal nga Bigu me më shumë ndjekës, një 5 vjeçë do e kapi patjetër. Ka kaluar një sëmundje të rëndë, ka dhe përveç problemit shëndetësor, ka dhe ato tjetrën që nuk është rritur si gjithë të tjerët. Nëna e ka braktisur. Kështu që histori mbi historitë dhe ky ishte emri tjetër. Për shkuar tek një tiktokere, është Zoja Nushi. Zoja është tiktokere, por në Instagram ka mbledhur 73.000 ndjekës. Ajo që dihet për Zoja Nushin është që si një zonjë e vërtet, ajo ka qef shpenzimet. Kush nuk e ka qef shpenzimet? Asaj thënë që parat po i fiton nga TikToku, pa ajo ka thënë jo, unë gjithmonë ka bërë jetë të shtrejtë. Nuk ka treguar si e ka bërë këtë jetën e shtrejtë, burimin e të ardhurave nuk e tregon, mund ta tregojë tek dhoma e rrëfimit, ose në prokurorinë e posaçme, bëj çaka, por ajo ka thënë se shpenzon 8.000 euro në muaj. Po, as 7, as 9, as 10, 8. Kjo tregon që ajo i bë llogaritë, është një koqire, nuk është vajzë dorë lëshuar. Një njeri që e di se sa para i duhet për një muaj, tregon që nuk është shumë i pasur, sepse bën llogari. Një njeri i pasur nuk e di se sa shpenzon në një muaj. Kështu që zonja Nushi hyn në Big Brother, në qoftë se do të hynë në Big Brother VIP Kosova, si një vajzë që shpenzon 8.000 euro në muaj, dhe shpresojmë të dalë që atje dhe të ketë mundësinë të shpenzoj 80.000 euro në muaj. Një emër tjetër që vjen pikërisht nga ato tavolinat e parashikimeve të pjesëmarrësve të Big Brother VIP Kosova është Pat Krasniqi. Është gazetari i showbizit, i njohur se i doli përballë Juliana Nurajt, pjesëmarrëses shumë të fortë të Big Brother VIP 1 Kosova. Unë kam diçka, më kujton diçka ky Bigu i parë i Kosovës, nuk e di pse. Ndoshta e kanë ndjekur shumë, ndoshta e kanë ndjekur në studio, ndoshta diçka e tillë. Po, Xhulit ai ka dalë përballë, Shpat Krasniqi ka dalur Shpat Krasniqi ka dalë përballë Juliana Nurajt dhe i ka thënë ti je e bërë nga kokat e këmbët, dhe ka fjalën për kirurgji plastike për ndërhyrje e gjëra të tilla si këto. Unë e di që Xhuli ka bërë vetëm gjoksin, apo
Nese se nga trohem, se janë shumë gjokse në showbiz, kështu që unë por i largë fare, le të merremi me bigun e si vjeqëm, kështu që këto janë emrat e përfolur deri tani. Në qoftë se do kemi emra të ri, patjetër që do të vim te ju me një tjetër takim tek Olti Curi TV në YouTube. Faleminderit shumë që bëni subscribe, pra regjistrojeni në kanalin tim. Ju bën mirë për shëndetin, dhëm të bardha, lëkurë të pastër edhe të pastruar. Dhe nga ana tjetër humni edhe në peshë. Prandaj bëni subscribe tek Olti Curi TV.